Në gjykatën speciale në Hag ka dëshmuar gjenerali amerikan Wesley Clark, ish komandenti i fushatës ajrore të NATO-s kundër objektivave ushtarake serbe në vitin 1999. Ai u paraqit me cilësinë e dëshmitarit të fundit të mbrojtjes së Hashim Thachit dhe i qëndroi bindjes së liderit kosovar. Nuk ishte komandanti ushtarak i ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Clark kujtoi se i kishte takuar disa herë Thachin përfshirë edhe gjatë negociatave të paqes në Rambuje. Ai tregoi se në takimin e tretë kishte kërkuar prej informacione të drejtë për drejta mbi pozicionet e forcave serbe dhe të UÇK-s me synimin për të shmangur goditjen e civilëve gjatë bombardimeve, por sipas dëshmisë së tij Thaçi nuk kishte njohuri operative. Kur u takova me të herën e tretë kërkova ndihmë, por nuk mora asnjë ndihmë sepse ai nuk e kishte idenë se çfarë po ndodhte. U shpreh Clark duke shtuar se nuk mori përgjigje as për pyetjen se ku ndodheshin trupat serbe dhe ku forcat e UÇK-s. Generali deklaroi se nga informacionet që ai dispononte në atë nuk besonte se udhëheqja e UÇK-s ishte e përfshirë në ndonjë përpjekje të organizuar për të shënjestruar civilët serb apo pakicat. Po ashtu sipas tij Thaçi nuk kishte asnjë arsye të veçantë për t'u angazhuar në veprime të tilla. Clark foli edhe për periudhën e hershme të konfliktit duke kujtuar se pas masakrës së familjes Jashari në Prekaz kishte marrë informacione se komuniteti shqiptar do të kundërpërgjigjej, nga sipas tij shënoi paralajmërimin e qartë të përshkallëzimit të luftës që do të pësonte.